Marrim këtë penin që është për endje quhet kjo. Ky është pe industrial. Nuk punohet me darë ky. Për ta mbështjellë këtë bobinë, duhet me qenë, du të kesh hapësirë 50 metre, paktën që ta lëshosh penin. E mbështjellin penin për shulin. Mbasi e mbështjellim, vim tek të zgjahu, marrim me radhë liqt, i fusim fijet e penit fije për fije nëpër liq, pastaj i fusim në shpat. Mbasi i fusim në shpat, e bëjmë gati për thurjen e qilimave. Këtu prodhohet qilimi, sejade, çanta, shalla, mbulesa tavoline, peceta. Kurse këto i det i krijoj vet, lule, vija, gjëna, nuk kam katalog. Punoj me idenë time. Kjo është hapësira që mund ta lëm për ta prej. Këtu. Këtu pritet. Edhe e lidhim këtë mënyrë. Edhe për pjesën tjetër, edhe për këtë pjesë. Bëhet me thek. Kemi bërë 3 ditë trajnim, që nga ajo ditë unë vazhdova të punoj me të zgjatë.